Gaza mirë ose keq, si ngjarje. Dhe kur themi Gaza, jemi duke folur, dhe thënë, krejt plani për Izraelin e Madh. Se nuk është Gaza. Gaza është një prej segmenteve, siç është pushtimi i Libanit, siç do vazhdoj. Procesi vetëm sa ka filluar. Ky proces në një farë mënyre ka prodhuar masivisht atë që është vdekja e etikës kolektive globale. Ne si qytetërim, po provojmë fundin e ndjeshmërisë tonë njerëzore. Humbja e empatisë. Është ajo që një farë mënyre, do të thënë, edhe le të themi intelektual të lartë izraelian kanë nënvizuar si kërcënimin kryesor të asaj që është humbja e vlerës njerëzore në bashkëjetesën tonë si qytetërim. Kështu që në këtë pikpamje unë kam bindjen se në një farë mënyre ne po shkojmë drejt një ngritje dhe kjo është një prej ngjarjeve për le të themi një lloj përpjekje e vetdijes kolektive të popujve për t'ju përgjigjur një politike e cila mbi rrafshe oportuniste të organizimit, po provon të, le të themi, rreshtohet në një mënyrë të caktuar. Rreshtimi i qeverisë shqiptare ka qenë i kondicionuar nga pozitat e aleatit strategjik kryesor të Shqipërisë që janë Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, Sami, ajo që po vjet, ajo tek e cila po i vihet theksi është një mosymje krejtësisht e pa justifikuar në ujëra ndërkombëtare e ushtrisë izraelite ndaj një flotilje që është me mision humanitar. Me mision humanitar. Është jo etike, absolutisht. Ndërkohë që shkel edhe rregullat si po kalon Izraeli kaq shumë vija të kuqe dhe bota po qëndron duar kryq. Sepse edhe vetë Izraeli tani nuk është në një situatë normale dhe nuk vepron dot si një shtet i cili është në paqe, është në qetësi. Ai vetë është në paqe, është në luftë, është pothuajse në të gjitha anët është në front. Qoftë në frontin e Iranit, qoftë në frontin e Libanit, qoftë në çështjen e Gazës, Hamasin, Hezbollahun, me të gjithë është në luftë. Kështu që ai do detyrohet të punojë si të qëndrojë ose e gjithë sjellja e tij është sjellje ushtarake, domethënë është një sjellje e militarizuar.